Protestat e zgjatura në Tiranë po evoluojnë përtej një përplasje të brendshme politike, pas më shumë se një muaj demonstratash të përditshme. Presioni ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama po lidhet gjithnjë më shumë me çështje që prekin pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë, funksionimin e institucioneve dhe rrugën e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Protesta më e fundit mbarkombëtare e organizuar simbolikisht në ditën e pavarësisë amerikane pasqyroi përpjekjen e organizatorëve për ta shtrirë përballjen politike përtej kufive të Shqipërisë, me synimin për të tërhequr më shumë vëmendje ndërkombëtare. Organizatorët e cilësuan këtë tubim si më të madhin që nga fillimi i lëvizjes protestuese dhe u bën thirrje qytetarëve nga gjithë Shqipëria si edhe diasporës shqiptare të merrnin pjesë. Ata përsëritën kërkesat kryesore duke përfshirë lirimin e të arrestuarve gjatë protestave të fundit, dorëheqjen e kryeministrit, hetimin e pretendimeve ndaj zyrtarëve qeveritar dhe zbatimin e reformave më të gjera politike. Përtej kërkesave të menjëhershme të protestuesve, zhvillimet nxjerrin në pa një karakteristikë të kahershme të sistemit politik shqiptar, në një vend ku integrimi evropian ka qenë objektivi kryesor strategjik i qeverive të njëpasgjeshme. Stabiliteti politik i brendshëm lidhet ngushtë me besueshmërinë ndërkombëtare. Përparimi në procesin e anëtarësimit nuk vlerësohet vetëm mbi bazën e treguesve ekonomik, por edhe sipas cilësisë së institucioneve demokratike, sundimit të ligjit, pavarësisë së gjyqësorit dhe aftësisë së sistemit politik për të menaxhuar tensionet shoqërore pa cënuar stabilitetin institucional. Në këtë kontekst, organizatorët e protestave po përpiqen të rrisin profilin ndërkombëtar të lëvizjes së tyre. Gjatë demonstratave të fundit ata u referuan deklaratave publike të politikanëve europian dhe një rezolutë të miratuar nga Partia Popullore Europiane, duke argumentuar se ajo shpreh shqetësim për gjendjen e sundimit të ligjit në Shqipëri, kërkon respektimin e së drejtës për tubim paqësor dhe nxit veprime më të forta kundër korrupsionit në nivelet e larta. Nga ana e saj, qeveria thekson se mbetet e angazhuar për zbatimin e reformave të kërkuara në kuadër të procesit të integrimit në BE dhe këmbgulse kursi evropian i Shqipërisë vazhdon pa devijime. Deri tani as Bashkimi Evropian dhe as Shtetet e Bashkuara nuk kanë ndryshuar zyrtarisht qëndrimin ndaj qeverisë shqiptare dhe nuk kanë vënë në pikpyetje partneritetin strategjik në Tiranë, thuhet në një analizë të Independent Balkan News Agency. Për Edi Ramën, sfida politike tashmë shkon për temën e menaxhimit të protestave të përditshme. Pas më shumë se 12 vitesh në pushtet, një nga asetet më të rëndësishme politike të qeverisë së tij mbetet imazhi i stabilitetit dhe parashikueshmërisë që ka ndërtuar në raport me partnerët ndërkombëtar. Ky kapital politik ka kontribuar në forcimin e rolit rajonal të Shqipërisë, avancimin e procesit të integrimit evropian dhe ruajtjen e marrëdhënieve të ngushta me SBA-t dhe institucionet europiane. Kontrasti mes profilit ndërkombëtar të kryeministrit dhe realitetit brendshëm politik është bërë më i dukshëm ditët e fundit. Ndërsa Edi Rama mori pjesë i ftuar nderi në konferencën e Ruhr Summit në Gjermani dhe u takua me kryeministrin e landit të Renanisë Veriore Westfalis, Hendrik Wüst. Protestat vazhdonin në Tiranë, ku demonstruesit kërkuan ndërheqjen e tij sërish. Ky kontrast pasqyron sfidën e dyfish të qeverisë, ruajtjen e besimit të partnerëve ndërkombëtar dhe përballimin e polarizimit politik në vend. Dimensioni ndërkombëtar i këtyre zhvillimeve është gjithashtu pjesë e debatit publik. Gazetari gjerman Walter Mayer argumenton se Shqipëria mbetet një çështje me prioritet relativisht të ulët në agjendën ndërkombëtare. Në të kundërt analistët shqiptar, Andi Bushati e Lutfi Dervishi vlerësojnë se kozgjatja dhe intensiteti i protestave po ndikojnë gradualisht në mënyrën se si mediat ndërkombëtare dhe një pjesë e opinionit publik evropian e perceptojnë situatën politike në Shqipëri. Këto janë vlerësimet e analistëve dhe nuk përfaqësojnë qëndrime zyrtare të qeverive apo organizatave ndërkombëtare. Një tjetër zhvillim që i ka dhënë debatit një dimension të ri është një nismë ligjvënëse në Amerikë. Kongresmeni republikan Joe Wilson ka paraqitur një amendament në Komitetin e Rregullave të Dhomës së Përfaqësuesve duke propozuar që Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare të hartojnë dy raporte mbi zhvillimet në Ballkanin Perëndimor me fokus të veçantë Shqipërinë dhe Serbinë. Nisma nuk nënkupton pranimin e pretendimeve të ngritura ndaj qeverisë shqiptare dhe nuk përbën konstatim përgjegjësie. Nëse procesi legjislativ përfundon, autoritetet amerikane do duhet përgatisin brenda 180 ditëve një raport të klasifikuar që vlerëson përmasat e trafikimit të drogës në Shqipëri dhe rolin e mundshëm të institucioneve shtetërore në lehtësimin ose tolerimin e aktiviteteve të tilla. Synimi është mbledhja dhe vlerësimi i informacionit nga institucionet kompetente amerikane jo nxjerrja e përfundimeve të paracaktuara. Pavarësisht rezultatit përfundimtar të kësaj nisme, rëndësia e saj qëndron në faktin se çështja që deri tani janë konsideruar kryesisht pjesë e përplasjes brendshme politike mund të bëhen objekt shqyrtimi institucional në sistemin politik amerikan. Ky zhvillim nuk sinjalizon në vetvete ndryshim të politikës amerikane ndaj Shqipërisë, por tregon se disa zhvillime në Ballkanin Perëndimor po marrin më shumë vëmendje në Washington. Ecuria paralele e protestave të zgjatura, debatit ndërkombëtar në rritje dhe nismave institucionale në SBA pasqyron një realitet më të gjerë për Shqipërinë. Për një vend që synon anëtarësimin e plot në Bashkimin Evropian, stabiliteti politik nuk është më vetëm një çështje e brendshme, por lidhet gjithnjë më shumë me vlerësimet mbi funksionimin e institucioneve, sundimin e ligjit dhe cilësinë e qeverisjes. Sfida kryesore nuk lidhet vetëm me rezultatin e protestave aktuale apo kozgjatin e përplasjes politike. Ajo qëndron në aftësinë e Shqipërisë për të ruajtur besueshmërinë institucionale, e cila gjatë dekadës së fundit ka qenë një nga asetet më të rëndësishme në marrëdhëniet me partnerët perëndimor. Aktualisht nuk ka asnjë tregues se Bashkimi Evropian apo SBA-t ka ndryshuar qëndrimin e tyre zyrtar ndaj qeverisë shqiptare. Megjithatë, zhvillimet e fundit tregojnë se për vendet që synojnë anëtarësimin në BE, stabiliteti i brendshëm politik dhe besueshmëria ndërkombëtare po bëhen dy dimensione gjithnjë më të ndërlidhura të njëjtit realiteti institucional.